Në shkollën fillore Pjetër Muçaj, në fshatin Gusk, është bërë hapja e parë e paraleles parashkollore. Mirë po dhe fëmijët e fshatit Dev janë gëzuar këtij fakti, që tashmë edhe ata mund t'i gëzojnë edukimit tyre. Edukatori Aganimeti Nimani tha se është shumë e lehtë që të punojë me këta fëmijë dhe është shumë e përkushtuar në edukimin e tyre. Është hera parë që o ha parashkollore në Gusk, ku më fillu në shtator t'i viti, i kam 9 nxënës, janë gjithë të mirë, janë 5 vjeçar, janë 6 vajza edhe 3 djemë. Kanë shumë dëshirë me ngjyrosë edhe me vizatu, kanë njëherë vështirësi, po ndihmojmë, ne jam për këtë punë. Nga ana tjetër, drejtoresha e arsimit Diana Çarkaxhia është shprehur se ky projekt është një hap shumë i rëndësishëm drejt arsimimit si për këto fshatra ashtu edhe për komunën e Gjakovës. Dhe për të realizuar këtë projekt ka bashkëpunuar me drejtorët dhe mësimdhënësit e këtyre shkollave. Ajo që më ka shtyr më shumë që të punojnë këtë drejtim ka qenë se numri jo shumë i mjaftuar i fëmijëve, ndërsa kuadër për te mase. Këtë kam bërë krahasim nga të dhënat që kanë dalë nga Instituti Pedagogjik dhe më kanë shtyr që unë me dojë mos bashkë me kolegët e mi këto në drejtori të arrim një projekt të tillë të realizojmë. Kemi arritur që të realizojmë edhe në 11 fshatra, ku asnjëherë nuk kanë pas klasë parafillore, mos të them të drejtën edhe në klasët e bashkangjitura që janë jashtë shkollës të arrijnë të kenë klasat parafillore. Është një specifike e veçantë se mësimdhënësja e cila punon në fshatin Gusk është banore e qytetit Gjakovës, punon në fshatin Bardaniq dhe pjesën tjetër të ditës e kalon me fëmijët e Guskës. Ajo u shpreh që kjo drejtori do të vazhdojë që të krijojë kushte më të mira për parashkollorët dhe që shumë shpejt disa prej këtyre fshatrave do t'u sigurohet edhe transporti falas.